këshillat e të parëve tonë ishin kur ishin të qeveritarët, si kur Ebu Hazim kur hini të Omer ibn Abdulazizi, që i cili thonë të Omeri dhe të qertë s'ka hajrë prej neve, nëse nuk e thojmë të vërtetën, dhe s'ka hajrë prej juve, nëse nuk e ndëgjoni dhe nuk jeni në gjendje që ta ndëgjoni të vërtetën, s'ka hajrë me një umet ku nuk thuat e vërteta haku, dhe s'ka hajrë me një gjemot që nuk është në gjendje me ndëgju të vërtetën dhe hakun. Atë Omer ibn Abdulazizi ishte i preokupuar me ahiretin e ti, ishte i preokupuar me vetën e ti, nga se ai është që e pat ndëgju Hasan al-Basriun, i cili këshillon të dhe thonë të jabne Adem, o biri Ademit mos mashtroj askush se ti vetë kjeme vdik. O biri Ademit mos mashtroj askush se vetë në varë kemu vetë mu. O biri Ademit mos mashtroje askush se vetë ke burin gjallë. O biri Ademit mos mashtroje asgjë se ti vetë ke mu llogarit para Zotit tanë. Askush s'ka ti e me cilë dobi për vetë se vepra jotë. Për atë Omer ibn Abdulazizi kur erdh Ebu Hazim, një djetar që i pat takuan sahabët, tha ja Ebu Hazim ma jep në këshill, ndëgjën e vëllezër të ndërshëm qfar këshill e jep Omer ibn Abdulazizit, që arriti Omer ibn Abdulazizi mrena 2 viteve diçka, që ta mbush dënjajën me drejtësi, si që patë mushën me pa drejtësi, derisa i boni disa djetar në kone Omer ibn Abdulazizit të mendojnë se kja është Imam Mehdiu, që ka paralajmëru pejgamberi Allahu që ka me arë në akhiri zaman. Omer ibn Abdulazizin e këshillon dhe tha, shtriju ti në shtratin tanë. Ja Omer, tha shko në shtëpi dhe shtriju dhe shiqoti sikur me qenë qastët e vdekjes. Shiko e qka kishe pas dëshirë në qatë kotë kish, dhe qka kishe pas dëshirë që në qatë kohë mos të kish. Në atë kohë të cilën jenë këto qastet e vdekjes para mendo, sikur me qenë qastet e vdekjes, atë që ke dëshirë të kesh, thanë ku zgjohash ngritu, aktivizoju dhe ba. Nëse ke dëshirë në qatë qastet që mos të kishe pas, tha leje braktisë. E një transmetim i tha Omer ibn Abdulazizi dhe kja është mesazhi. Omer ibn Abdulazizi e vëllezër të ndërshëm i tha, shkëputu prej çdo cendit që të ban me urrejt vdekjen, nuk ke me pas as pak dert kur ke me vdek. Pse s'ke me dëshirë me vdek me shku në xhenet? Pse s'ke dëshirë me vdek nga se ende djalin se ka martu, shkëput e zemrën tane me këtë qështë. Përse s'ke dëshirë me vdek, për çka këse ende kapitalin ku ja kam nu pikën se kam arrit. Shkëput nga jo ke dëshirë me vdek. Përse s'ke dëshirë me vdek, se ende si ki përvrel ka kratë me hinë gjami. Për ata, për veli dhe hinë gjami. Përse s'ke dëshirë me vdek, nga se ende mbulesën s'kam gjendje me barë. Atëre mbaje. Pra lej ato që i dhënon Zotin tanë, apo s'ke dëshirë, ti me i pasën në ato qaste, bani ato vepra që ke dëshirë, atëre mos u merakos se kur dush që donë, kur doje vdekja, do t'ish si Muadh ibn Gjebeli, kur ardhë me loqe e vdekjes tha, merhaban, mirë që në ke arë prej kur jam të të pritën që të vish, o mik indershëm i cili në barë ti dhe në qonë, për ne të takon me të përmaluarin ton, me Zotin ton. Elhamdulillah që erdita takona me ti, dhe qkoj dhe takona me të dashurit Allahut Azza wa Jall, me ato që Allahu Azza wa Jall i përzgjedhi, i gradoj, i lartësoj, i begatoj. Në atë vend vëllezër të ndërshëm nuk ka pleçni, në atë vend nuk ka mërzi, në atë vend nuk ka gajle, nuk ka vëllezër të ndërshëm sëmundje, nuk ka vdekje. Për këtë arsye vëllezër të ndërshëm janë njerëzit e meçër të cilët kanë marrë këshilla prej hoxhallarëve. Për ata vëllezër të ndërshëm si transmetohet nga njëri prej selefëve se hoxhallarët e mëparshëm, kur ishin të qeveritarët, i rregullonin qeveritarët,
ndërsa o xhallarët bashkëkohor kur hinë qeveritarët bëhen më betë se to. Për këtë arsye vëllezër ndërshëm ato duan t'i shkëputin këto lidhje, nga se nuk janë gjendje ato që t'pja përmisojnë dinin atyre. Mirë po, për fat të keq ka mundësi ato që këtinve t'ja prishin ahiretin duke ja lakmuan dunjan, dhe kjo është sot në vëllezër të ndërshëm duke në ndodhë. Para të thonte Abdullah ibn Mubareki, wa ma efsedet dine illa l-muluku, wa ahbaru suhin wa ruhbanuha. Kush janë faktor që e kam prish fen, janë tre lloj njerëz: qeveritar të këshin, hoxhallar të shitur dhe njerëz e paditur. Këto janë ata të cilët e kanë lënë umetin në gjumë. Para ata desh kemi rënë hall, a me orë në xhami, as mos me orë në xhami. Nga se njani që s'ka shkel ndoshta, koma ti në xhami, ne i ndëgjojmë për fat të keq nga gjoha o xhallarëve si ki xhenet li. Atëherë na çka po vishmin në xhami, përderisa dhe me mos me orë në xhami, pas mi mundësi mu konë edhe në xhenet. Këto janë gënjeshtrat e o xhallarëve të shitur në akhiri zaman. Këto janë ata që thonë të Ibn Qayyim vëllezër të ndershëm. Ka prej atyre ndoshta dhe me fjalë ta që nisë mirë. Mirë po, shiqoja veprat ati, shiqoj ato që fa veprojnë, hajnin më të madhe ato janë të parë të cilët korruptojnë umetin e tyre, korruptojnë xhamatin e tyre, korruptojnë xhamatin e parë, të safit parë. Vëllai do ndërshëm tha, janë me fjalë që ju ftojnë xhenet, mirë po me vepra ju dëbojnë nga xheneti në shiqimin e parë, ju duken juve si o xhallar, ndërsa në realitet janë hajna dhe hajduta. Allahu në rujt për atinve dhe mos në bon nga ato. Pra vëllezër të ndërshëm Jezid dhe Rakashi të Omer ibn Abdul Azizi dhe i tha Omer ibn Abdul Azizi, ja Jezid, ma jep një këshill. Tha Omer, o prisi muslimanve, nuk i je halifja e parë që keme vdek. Kanë vdek dhe halife para te. Tha ma shto këshillën. Tha dibejt e Ademi a.s. deri ti i bon khalife, a disa khalife dhe qeveritar kanë arë para te. Pse edhe ti në qatë po sa i shkoj, ose vdiq, ose u penzinu, se s'ka mundësi me pas arti ati, mos me pas shkuaj. Para ta prej të bita Ademi tha, ka reni ta shtije me lon këtë post, apo me vdek dhe me lon të qerve. Atërë tha ma shto, edhe një këshill. Tha dije se mes xhenetit dhe xhenemit nuk ka pallat vend banim në ahiret. Mes xhenetit dhe xhenemit nuk ka vend banim. Nuk ka pushimore. Nuk ka zonë neutrale. Mirë po tha Allahu Azza wa Jall ka thonë innal abrara lafi naim wa innal fujjara lafi jahim. Të mirë të devotshmit venin e kanë xhenet, të këqijt të venin e kanë në xhenem. Tha këshirit ti vetën tone, ti më mirë e din vetën tone sa këtë mira dhe të këqija, para ta pregatitur para të vend që të ka lajmëru, para lajmëru Allahu Azza wa Jall në Kur'an. Lësim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na ban nga të parë dhe mos na ban nga të mëram.